Hoxha, të quhet Ramazani kur i mban njerëzit në përgojë, Allahu të rujt, amin, Allahu i rujt edhe ju. Agjerim është edhe agjerimi i gojës, agjerimi i syrit, agjerimi i veshit. Pra mos me fol gënjeshtra, mos me përgoju, mos me mashtru, mos me sha, mos me ofendu, mos me pa haram, mos me dëgju haram. Nëse njeriu përgojon tjerët, nuk prishet agjerimi, por paksohet shpërblimi. Pra, dhe ne e dim atë hadithin e profetit alayhis salam, siç kuptohet, pra njeriu i falimentuar ditën e gjykimit është ai që ka bërë shumë vepra të mira, por sha, ofendo, vrit, pra siç kuptohet, dhe atë ditë të mirat që ka bërë, pra ti ke agjeru, ke sha dikë, ke ofendu dikë, ke përgoju dikë, ja çon atij të mirat. Zoti na rujt. Prandaj duhet me rujt agjerimin.